Qeveria ka nisur zyrtarisht lëvizjet për vënien në punë të projektit Smart City, një nga projektet më të mëdha dhe më të debatueshme të mbikëqyrjes digjitale në Shqipëri, ndërsa paralelisht ka miratuar edhe pagat për stafin që do të administrojë sistemin e kamerave inteligjente. Sipas vendimit të fundit të Këshillit të Ministrave, drejtuesit dhe menaxherët e projektit do të paguhen me 170.000 lekë në muaj, ndërsa koordinatorët dhe punonësit teknik do të marrin 141.000 lekë në muaj. Paga dukshëm mbi mesataren e administratës publike dhe shumë të larta se paga mesatare në vend. Vendimi tregon qartë se projekti po hyn në fazën operative, ndërsa qeveria po ndërton strukturën që do të administrojë rrjetin gjigant të kamerave dhe sistemeve të inteligjencës artificiale në administrimin e policisë së shtetit. Në letër, Smart City prezantohet si projekt për sigurinë publike dhe menaxhimin e trafikut. Në praktik, Shqipëria po hyn në një fazë të re të mbikëqyrjes masive digjitale, me mira kamera që do të monitorojnë në kohë reale lëvizjet e qytetarëve. Faza e parë përfshin vendosjen e rreth 5.000 kamerave inteligjente në rrugët kryesore dhe pranë 20 shkollave, ndërsa projekti parashikon zgjerimin e rrjetit në të gjithë qytetet kryesore të vendit. Por ndërsa qeveria flet për modernizim, kritikët japin alarmin për një projekt me kosto maramonce, transparencë minimale dhe rreziqe serioze për privatësinë dhe sigurinë kombëtare. Projekti u formalizua fillimisht në prill 2024, kur ish-ministri i Brendshëm Tauland Balla firmosi memorandumin me kompaninë Presight AI, pjesë e grupit G42 nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Marrëveshja u klasifikua sekrete. Më pas, gjatë vizitës së presidentit e Emirateve në Tiranë, Edi Rama firmosi letrën e angazhimit që e futi Smart City në listën e projekteve me rëndësi kombëtare. Dhe bashkë me rëndësinë u rrit edhe fatura. Nga $60 milion fillestar, kosto e projektit shkoi në rreth $140 milion me TVSH. Financim që do të mbulohet përmes një huaje nga fondi i Abu Dhabit për zhvillim. Vetëm licencat e softwareve kushtojnë $31 milion. Pajisjet dhe infrastruktura marrin $62.4 milion të tjerë. Mirëmbajtja 4 vjeçare kushton $17.1 milion, ndërsa miliona të tjerë shkojnë për radar inteligjent, sensor zhurmë dhe kamera trupore për policinë. Në total, sistemi do të përfshi 2239 kamera ANPR për identifikimin e targave, 2602 kamera PTZ me lëvizje inteligjente, 3816 kamera trupore për policinë, 100 radar inteligjent, 100 sensor zhurmë për trafikun. Pra Shqipëria po ndërton një nga sistemet më të mëdha të monitorimit elektronik në rajon. Problemi është se ky projekt po ngrihet në një shtet që vetë ka dështuar të mbrojë sistemet e veta digjitale. Në vitet e fundit Shqipëria është goditur vazhdimisht nga sulme kibernetike që nxorën në publik databaza sensitive të dhëna personale të qytetarëve, sistemet i ullpenja dhe informacione shtetërore. Në këtë realitet, ekspertët paralajmërojnë se problemi nuk është teknologjia, por siguria. Një sistem i centralizuar me mira kamera dhe inteligjencë artificiale krijon një arkiv të përhershme mbi lëvizjet, sjelljet dhe aktivitetin e qytetarëve, dhe nëse ky sistem kompromentohet, ekspozimi bëhet kombëtar, rreziku nuk shihet më si teori. Në Kosovë, projektet e monitorimit me kamera kanë ngritur alarme për ndërhyrje nga jashtë dhe rreziqe të inteligjencës. Në Iran, para operacionit për eliminimin e Khameneit, Izraeli arriti të depërtonte në sistemin e kamerave të trafikut në Teheran. Pra precedentët ekzistojnë. Në Shqipëri, ku databazat shtetërore janë qartë disa herë, pyetja që po shtrohet është shumë e fortë. Kush do ta mbrojë Smart City? Edhe Komisioni Evropian ka mbajtur qendrim të rezervuar për projektin, duke kujtuar se Shqipëria duhet garantojë mbrojtjen e të dhënave personale sipas standardeve europiane. Megjithatë, deri tani qeveria ka zgjedhur të ecë me shpejtësi përpara dhe sinjali më i qartë është pikërisht vendimi për paga. Ndërsa policët në terren ankohen prej vitesh për kushte, ndërsa administrata publike përballet me paga të ulta dhe mungesë burimesh. Projekti Smart City po ndërton një strukturë të privilegjuar me paga mbi mesataren, financim gjigant dhe kompetenca të mëdha mbi monitorimin digjital të vendit. Në fund, pyetja që po ngrihet gjithnjë e më shumë nuk është vetëm sa kamera do të vendosen, por kush do të kontrollojë sistemin që do të kontrollojë qytetarët.